Më 9 maj në ditën e Evropës, në Kongresin e Bashkimit, 5 subjekte politike do të marrin njërin nga vendimet më të rëndësishme brenda bllokut politik shqiptar në vend. Nga partnerë dhe aleat politik, Vlen bëhet një trup i vetëm. Kështu thuhet në komunikatën e koalicionit Vlen, një ditë para mbajtjes së Kongresit të Bashkimit. Nga koalicioni Vlen për televizionin Koha zbulojnë detajet dhe mbarmbajtjen e organizimit të Kongresit, ku 850 delegatë, siç thon nga Vlen, do të vërshojnë drejt Kongresit të Bashkimit për të volosur premtimin që Vlen të bëhet një. Nesër me 9 maj në Shkup në ora 5:30 do të mbahet kongresi Kongresi i Bashkimit, në të cilën Vlen do të formohet si subjekt i vetëm politik. Në këtë kongres do të marrin pjesë mbi 850 delegatë, ku do të zgjidhen 2 bashkëkryetarët, do të zgjidhen kuvendi i subjektit të ri Vlen, do të zgjidhet edhe presidenca, e cila do të përbëhet nga liderët e deritanishëm partive që kanë përbërë koalicionin Vlen, e nga nesër subjektin e ri të quajtur Vlen. Kuvendi do të ketë 101 antar, presidenca do të ketë 5 antar, të gjitha vendimet do të merren në presidencë dhe do të ketë edhe një kryesi e cila do të përbëhet nga funksionarët e eshalonit të parë, po ajo do të jetë më shumë organ konsultativ. Vendimet më të rëndësishme do të merren në presidencë dhe në kuvendin qendror të Vlenit. Në kongres pritet të jenë të pranishëm edhe mysafir nga vendi dhe jashtë. Qamili thotë se ftesat u janë dërguar të gjithë faktorit politik në vend, por edhe në rajon. Ne kemi bërë ftesa tek të gjithë faktorët politik vendas dhe të rajonit, gjithashtu edhe gjithë korrit diplomatik, padyshim se kemi edhe konfirmime, do të ketë një pjesë të madhe të korrit diplomatik këtu në Maqedoninë e Veriut, të cilët do të marrin pjesë në kongres, do të ketë eksponent partive politike shqiptare dhe të bllokut politik Maqedonas nga vendi, por gjithashtu do të ketë edhe figura politike nga jashtë vendit, siç janë nënkryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, sekretari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, nënkryetari i Partisë Shqipëria bëhet nga Shqipëria, do të ketë eksponent politik edhe nga Republika e Kosovës, si nga partia më e madhe Vetvendosje, edhe nga parti tjera, gjithashtu do të ketë mysafir edhe nga Lugina e Preshevës, siç është kryetarja e Preshevës Ardita Sinani, e shumë mysafir të tjerë që nesër do t'i shohë edhe vetë opinioni. Nga Vlen përmes komunikatës potencojnë se kur u krijua Vlen, jo të gjithë besuan se ky rrugtim do të arrinte deri në këtë fazë, duke shtuar se ka patur njerëz që kanë punuar hapur që ky bashkim të mos ndodhte. Vlen insiston se ky bashkim nuk është i imponuar. Sipas tyre, është rezultati bindjes se shqiptarët nuk fitojnë kur politika fragmentohet, por kur energjia dhe përfaqësimi bashkohen dhe organizohen. Pikërisht për këtë arsye, Vlen thotë se ky bashkim ka peshë historike.